Edhe brenda radhëve të policisë shtetit ka bryla, ka intriga, ka sulme. Po, më shumë se kudo tjetër, më shumë se sa në politikë. Madje disa prej këtyre shfrytëzojnë politikën për të goditur kundërshtarin dhe kandidatin rival. Dhe kjo ka dali qik në pallë dhe herën e fundit, më shumë se herët e tjera. Është bërë pothuajse evidente se cili person nga ata që kandiduan bënte një sulm frontal me portale, me subjekte politike, me personazhe të tjerë publik, nëpërmjet gazetarëve. Duke parë, nëpërmjet gazetarëve, linte porosi e tjerë që ky person dhe një person tjetër, se dy sulmoheshin më shumë, të mos emëroheshin njëri apo tjetri aty në atë detyrë. Dhe kjo është shumë e ulët. Shumë e ulët. Unë do ju them historinë e po këtij drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, që e kam përmendur, me babain e tij, kur garonte për herë të parë drejtori i përgjithshëm, këta shpura e kandidatëve me intriga që ka brenda se ka letrazhi. Fatkeqësisht ka brenda policisë të tillë njerëz, to me letra anonime. Donin me do e mos ta nxirrnin nga gara, që familja e tij kishte bërë një punim pa leje, i shkonin babait për ditë në shtëpi etj. Babai pastaj psoi një goditje të fortë dhe humbi jetën për shkak të kësaj. Për shkak të kësaj. Po. Dhe kjo ka qenë arsye që gjithmonë drejtori i përgjithshëm Hitaj hezitonte të garonte sërish.